kemi qenë pranishëm, por gjitha këto e thashë theme. Ka një, unë para dijem duket mos gaboj se kishëm dhe Krishtlindje dje dhe nuk shkruaja dot e nuk shaja dot në thojza. Pash dikë nga funksionarët e Partisë Socialiste që tha, me sa diu tha Belinda Balluku e ka kërkuar dorëheqjen, po nuk ja jep Rama. Ai e tha për të lehtësuar Belindën, po nuk e kupton që kështu ja fut direkt Ramës, në fakt, sepse nëse ajo vërtet pas ka kërkuar të japi dorëheqje dhe Rama nuk e le, kuptohet cilat janë arsyet, jo se sepse Ramës i ra komplet ajo alibia e drejtanishme, që hanin dardha mbas kurizit ti, po ky nuk mbante asnjë në kuriz, ky do jepte të tjera. Me këtë rast u fshin të gjitha alibit e tij për mbështetjen e drejtësisë. Paloka, kam nevojë për një emër shumë të shpejt përgjigjen se e kemi shkelur kohën. Më jep emrin e një kryeministri teknik. Jo, unë kam thënë dy gjëra këto kohët e fundit, që mund bjen pak dhe në kundërshtim me parimet e mia. Unë do bëhesha edhe me djallin kundër Ramës, sepse Rama është më i zi se djalli për shqiptarët. Okej. Dhe e dyta, kushdo tjetër, unë kam thënë edhe një trunk, edhe një hu, do t'ishte më i mirë si kryeministër për shqiptarët se sa Rama. Po sigurisht, kur them këtë, e dhash e përgjigjen çdo kush që do përzgjidhet, aq më tepër një teknik, absolutisht do ta shpëtonte Shqipërinë pak nga vazhdimi i rëndës. Atëherë më lejo mua ta mbyll me batut. Kujdes me këtë qasjen se ju rrëshket Endre Shabani, kryeministri teknik. Faleminderit shumë Paloka. Mua nuk më rrëshket gjë asnjëherë. E përshëndesim Edi Palokën, me që ndashë mbyllim këtu, gëzuar bashkëshimi thënën, deri atëre më mirë mendjen të